Dhe dua të flasim pak për kutin ose kutit e emergjencës, sepse shikoni, Ola që është në plan, ka thyer një prej kutive. Çfarë ka ndodhur në orët përpara se ne të futeshim në transmetim live? Vllai i madh ka zëvendësuar kutit e emergjencës që ishin aty. Ju kujtoj që në fillim kanë qenë 6 kuti emergjence në total, 5 prej të cilave janë thyer nga banorët gjatë qëndrimit aty. Vetëm kutia e Unazës nuk është thyer ende. Kujtoj që Xhibani theu kutin i pari me çekun për 5.000 eurosh, pastaj Valbona theu kutin për biletën e kthimit që ja dhuroi Jozit, pastaj Aldo mori një takim nga jashtë, takoi të bijën, Akirën dhe çoi përpasoi Gertën në televotim të përhershëm dhe Loredana theu kutin e emergjencës për informacionin nga jashtë. Ndërkohë, i fundit që theu një kuti emergjence, ishte Gjesti që theu atë të imunitetit. Vllai i madh ka vendosur që të ndryshoj kutit dhe përveç asaj të Unazës, cila vazhdon të jetë në lojë, të shtoj dhe 3 kuti të reja. Njërën prej të cilave, pak minuta përpara se ne të hynim në transmetim live, Ola e ka thyer. Ola, në këto qaste, unë të ftoj të lexosh me zë të lartë për mbajtjen e zarfit që fshihej brenda kutisë, e cila quhej kutia e fuqisë së artë. Atje apo? Ku të duash ti, edhe aty mund ta lexosh. Okej, duhet të jetë diçka e mirë për ty? Jo për mua, jo. Ti sapo fuqizove të gjitha penalitetet të dhëna nga vllai i madh për çmimin e madh. Për të gjithë ju, rikthehet çmimi fillestar. Ja, kisha borxh të dyve. Ndërsa Jozi dhe Egli vazhdojnë të garojnë për 50.000 euro. Si pasoj... Po, më fal. Pra, është fuqizuar apo shfuqizuar? Shfuqizove. Okej, pra teknikisht të gjithë ata të cilët kishin penalitete në çmimin e madh me përjashtim të Jozit dhe Eglit që janë futur pasi kanë dalë nga shtëpia, do ta kenë sërish çmimin 100.000 euro. Kjo është? Po. Si pasoj, humbet të drejtën për të fituar shpërblime, avantazhe ose bonuse nga lojrat në vazhdim. Kjo është për ty pastaj. Pra çdo lojë apo avantazh, nëse Ola do t'i rezistoj televotimit, nuk vlen për të... Kështu që urime të gjithë juve, sidomos juve që e kishit çmimin shumë poshtë, tashmë me sa duket do të keni mundësinë të fitoni sërish 100.000 euro, edhe ritheksoj edhe një herë përveç Eglit. Edhe për Gjestin që ka përcyer murin? Edhe për Gjestin që ka përcyer murin, me sa duket shfuqizimi është i njëjtë për të gjithë përveç se për ata të cilët janë rikthyer në shtëpi me televotim mbasi kanë dalë. Dua t'ju shpjegoj pak edhe kutitë e ngelura, përveç asaj të Unazës që e dini, 2 kutitë e tjera janë, tek njëra ka një telefon, që nuk e dim se çfarë do të thotë, dhe tek tjetra ka një çelës, që gjithashtu nuk e dim se çfarë hap. Ju rikujtoj gjithashtu që brenda një dite mund të hapni vetëm një kuti. Përsa ko Ola ka hapur një kuti sot, i bie që tjetra mund të hapet mbas 24 orësh, pra nesër për juve, sepse ju orën nuk e dini. Dhe që një banor mund të hapë, si kundër në rregullat e kutive fillestare, vetëm një kuti. Por, mos harroni që të gjithë ata që e kanë hapur një kuti, mund të rihapin prapë. Pra në loj mund të rifuten edhe një herë, edhe Aldo, edhe Gjesti, edhe Loredana, edhe Valbona. Chelsea mund të hapë të derën e Vodafonit. Mos harroni që një banor mund të thyej vetëm një kuti, jo më shumë se një. Jeni të qartë? Po. Bukurim. Me kujdes kur t'i thyeni se helbete po qani në i dorë, me mendje në kokë. Atëherë, në fillim, duam të flasim pak për një raport i cili çdo ditë që kalon nuk i ngjan më atij të fillimit. Jam duke folur për
Laertin dhe Rozanën. Me sa duket Laerti ka vendosur që t'i bëj ballë gjithçka që Rozana i vjen ndesh, duke vënë edhe në pyetje ndonjëherë reagimin e Rozanës, i cili duket disi i aktruar, pra jo i sinqert 100% për sa kohë kur i flet gjërat është duke qeshur apo buzëqeshur, por ndërkohë Rozana ka hedhur akuzat të forta sa i përket sjelljes së tij, sidomos sjelljes së tij Karshi Valbonës. Pra, diçka që ka quajtur, siç do e shihni në klip, si fëminore, adoleshenciale apo gjëra si këto. Shohim klipin e përgatitur dhe pastaj komentojmë së bashku.